Tani që shumica e përgjimeve me të cilat është ridënuar Erion Veliaj në gjykatën e apelit janë bërë publike, nuk jam më i bindur se këtë gjë e ka bërë SPAK-u. Edhe pse është e çuditshme pse SPAK-u nuk po përpiqet të mbrojë ligjin dhe të veprojë me që një material i klasifikuar është botuar, nëse shikon përmbajtjen e bisedave kupton se i interesuar i parë dhe i fundit që ato të mos bëhen publike është vetë SPAK-u. Siç e mbaj mend, ditën që Erion Veliaj u ridënua në apel, pati shumë lajme të infiltruar nga vetë prokurorët e SPAK-ut se Veliaj është kapur në përgjime kompromentuese, ka folur me gruan dhe vllajin duke dhënë udhëzime kriminale dhe se faktet e rënda do ta kalbi në burg. Në të vërtetë gjyqtari duhet të gjykonte dosjen me të cilën ishte vendosur që Erion Veliaj të mbahej në burg më 10 shkurt dhe jo të gjykonte veprimtarinë e Veliajt në qelisi Rrugaç. Ajo padyshim që duhet hetuar dhe gjykuar si vepër më vete nëse është. Ai mund të shajë rojën e burgut apo drejtorin, madje mund të tentojë të vrasë gardianin, por kjo nuk është arsyeja pse ka shkuar në burg. Gjyqtari duhet të gjykonte a ka qenë drejt masaj arrestit më 10 shkurt apo jo, dhe jo çfarë ka bërë Veliaj më 15 shkurt, 20 shkurt apo 5 mars, duke folur me gruan dhe vëllain. Ato nëse janë vepra penale shtohen si akuza të tjera, por kjo është një histori e mbyllur dhe i takon gjykatës së lartë të vendos. Ajo që po debatojmë është përmbajtja e përgjimeve. Siç duket qartë nga përmbajtja e tyre, kemi të bëjmë me një njerëz të dëshpëruar në burg, i cili flet me telefonin zyrtar të burgut për të cilin të gjithë e dinë që përgjohet dhe flet për strategjinë e komunikimit me publikun. Nuk ka ndonjë gjë për të fshehur. E drejta e një politikani të burgosur për të mbrojtur publikisht në media, qoftë edhe duke sulmuar prokurorët apo gjyqtarët e tij është legjitime. Është hequr neni agitacion propagandës që të dënohesh për fjalë. Nëse sulmet përbëjnë vepër penale, ka përsëri gjykat. Por nga përmbajtja nuk ka asgjë që përmban vepër penale dhe publikimi i tyre është një goditje e rëndë për SPAK-un dhe sidomos për dy prokurorët e çështjes Veliaj. Për këtë arsye e tërheq dyshimin tim se Olsi Dado apo Altin Dumani ja kanë dhënë këtë dosje portaleve gjobvënëse. Madje po dyshoj se e kundërta është e vërtet, ose prokurorë të tjerë rival brenda SPAK-ut, me që tashmë SPAK është bërë çeta-çeta, kanë infiltruar dosjen për ta bërë publike dhe për të dëmtuar dy prokurorët, ose Berisha me njerëzit e tij, duke bërë sikur do të dëmtojë Veliaj, në fakt ka siguruar dosjen për të shtuar armiqtë e Dumanit dhe Dados dhe për të shtuar një arsye më shumë për akuzat e tij. E vetmja gjë e pashpjegueshme është pse SPAK-u nuk e heton rrjedhjen e këtyre përgjimeve me që i shpalli sekret, pasi ato më shumë se këdo dëmtojnë akuzën e dytë të SPAK-ut ndaj Veliajt, pasi e nxjerrin atë si të dënuar për herë të dytë pa vendim gjykate. Dhe kjo nuk i nderon ata, të paktën të gjejnë kush po i turpëron në publik, përveç atyre që hiqen si zëdhënës të tyre.